Në Partisë Demokratike për të ndalur pastaj tek Partia Socialiste çfarë po ndodh. Ju jeni njohur si mirë i ligjit dhe sigurisht dini edhe atë se çfarë realisht përmban statuti i Partisë Demokratike. Fjala vetë përjashtim, e kam fjalën këtu i referohem asaj çfarë zoti Berisha ka deklaruar për zotin Saliani teksa është pyetur pafund nga gazetarët për qëndrimin e tij në raport me të. Zoti Saliani e ka shprehur shumë qartë që kërkon të garojë në zgjedhjet për kryetar të kësaj force politike. Është çështje tjetër nëse zoti Saliani do të mund të dalë përballë zotit Berisha apo s'do të dalë. Çfarë përmban realisht statuti i kësaj force politike? Fjalën vetë përjashtim, si interpretoni ju? Dhe do të mund të dalë zoti Saliani të garoj pavarësisht të rezultatit në këtë garë? Unë nuk di të them se si do të zhvillojnë ngjarjet. Di të komentoj ato se çfarë ka ndodhur deri tani. Jo, dakord, po e kam fjalën në qëndrimin që zoti Berisha dhe Partia Demokratike po mban në raport me zotin Saliani. E ka ai një shteg se si mund të veprojë për të marrë pjesë në garë? Ti marrim me radhë. Koncept vetë përjashtimi nuk ka. Okej. Asnjë nga statutet e Partisë Demokratike ku ka pas aderuar, po ka përshtypjen asnjë statut nuk ka si koncept, është alogjik vetë përjashtim. Është çështje vullneti. Në fakt, individi, antari i partisë, në këtë rast zoti Saliani, thotë që do të jem aty, jam antar i PD-s, kështu që nuk ka sens. Por teksa përdoret rëndom nga Sali Berisha kjo çështje e vetë përjashtimit tregon sikletin e madh që ka. Ka një siklet të madh. Pse ai mbështetësit i ka? Pse do të jetë siklet? Me sa duket nuk i ka. Me sa duket nuk i ka. Sjellja e tij, qëndrimi i tij është disproporcional. Jo vetëm me Ervin Salianin, po edhe me një apo dy kandidat ose antarë emra të tjerë të cilët kanë shprehur ambicien, por mbi të gjitha me këtë valë të madhe përjashtimesh dhe spastrimesh. Sepse me sa duket kanë uhatur që mbështetja e verbër militanteske që ka pasur dikur, e cila mori në fakt mori një lloj egzaltimi gjatë luftës me Lulzim Bashën, me sa duket ka filluar të bjerë dhe sinuhatës i mirë të themi, ka ecur me idenë që t'i presim kokën macës që në fillim. Ka përjashtuar Salianin, jo vetë përjashtuar, me që unë kuptoj nuk do t'a lejojnë të kandidoj. Pra ai nuk e gjendot një shteg për të garuar. Po të bëj një analizë politike, unë do të thosha që ndoshta kjo sjellje e Berishës që nuk e lejon të kandidoj, ndoshta jep edhe më tepër kuota politike Salianit. Do ta çojnë në një vizje tjetër paralele me Partinë Demokratike dhe duke tentuar akoma më shumë dhe duke të rrequr më shumë njerëz kësaj force politike? Nuk di ta them sepse kjo varet se çdo të bëj Saliani dhe të tjerë mbështetës, nëse janë shumë, me sa duket janë, që të paktën do duhet pranojmë faktin që në shumë deg partisë si ka mbledhur, por ajo se çfarë do të ngelet një gjë e madhe. Sali Berisha edhe mund të zgjidhet, dhe do të zgjidhet sipas opinionit tim, po do të zgjidhet si njeri i cili ka frikë nga gara. Po kjo besoj nuk intereson zotit Berisha. Jo, këtu gaboni ju. Tani këtu po i kthem asaj që ju më thatë në fillim si njohës i asaj partie. Gjithë pozicionin e vetë që Sali Berisha ka mbajtur si njeri i cili nuk i trembej garave. Një personazh i fortë, një personazh i cili nuk kishte problem me asnjë lloj gare. Ta mohojmë që ai ka një mbështetje shumë të madhe brenda Partisë Demokratike zoti Ali Bej. E ka patur. Okej. Kohët e fundit me këto lëvizje po tregon totalisht të kundërtën. Madje nëse ju e mbani mend, po të riktheni kujtesës, kur ka pas dikur gjas me gara në Partinë Demokratike, nuk kishte guximtar për të dalë për ta sfiduar. Ishte logjike në atë kohë. Thjesht sajoheshin, po themi, kandidatura alternative të dobta, thjesht për të dhënë edhe aparencën e një lloj pluralizmi apo demokracie fasad. Ka arritur në pikën që as këtë simulim të garës nuk po e bën dot më, sepse me sa duket, shoh që ka një lëvizje aty brenda, e cila në qoftë se lihet e pa kontrolluar, dhe do të ishte pa kontrolluar në qoftë se një ose dy nga këta që kërkojnë të jenë ta sfidojnë, Saliani, ndoshta ajo vajza që është një Elbasani. Alisa Ballion mos ka bëj? Më duket se ka përjashtuar edhe nëse do të lihet një kandidaturë alternative pavarësisht vlerës që mund të ketë, pa kënaqësia e
grumbulluar mund të shkoj për inerci tek kandidati tjetër. Dhe mendoni se që do të ndodhë pasandaj me aureolën e idhujtarisë për të cilën e ka ruajtur dhe për të cilën ka bërë gjithë shka për të qenë atë karrige. Do të ishte i cënuar, do të ishte i gjymtuar. Njëtë kam përshtypjen për ta përmbyllur. Kam përshtypjen që në këtë situatë, në çdo rast, Sali Berisha deri humbur. Si e përjashton, si e lë në garë. Se çdo të bëj pastaj pjesa tjetër, se çdo të bëj. Jo, nuk është çështje deri zoti Berisha i humbur. Se çdo të bëj nuk di. Çfarë ndodh me partinë më të madhe opozitare në vend? Partia më e madhe opozitare në vend, cilët e kanë votuar dhe besojnë që të jetë zëri i tyre nuk të dinë më nga drejtohen. Nëse doni të dini opinionin tim, kjo nuk është parti më opozitare. Nuk ka asgjë me opozitarizmin. Nuk është se nuk jeni ju më pjesë e kësaj force politike, zoti Berisha? Jo. Hiqet gjitha këto. Hiqet gjitha vlerësinë, shifni, vlerësoni vetëm faktet objektive. Si mund të konsiderosh veten opozitar ndaj mazhorancës arrogante, anti-shtet të Edi Ramës, kur për problemet më të mëdha që Edi Rama ka me drejtësinë, nuk merr krahun e drejtësisë, kjo opozit. Do të ishte opozit atëherë kur po merrte krahun e drejtësisë. Ka filluar të ndryshojë pak qëndrimin. Kur? Në cilin rast? Pas dhjetorit. Me krahun e rritës pak. Unë shoh që mban të njëjtën ligjërim, të njëjtën retorik ndaj drejtësisë, pa asnjë lloj ndryshimi, të njëjtat epitete po të doni ju. Si mund ta quash opozit një parti e cila kur vjen çështja më kryesore, që është kodi zgjedhor, reforma zgjedhore, shkon dhe bën pazare, siç bën në 2024, edhe tani. Kanë shkuar janë futur në Komisionin e Reformës Zgjedhore, kur nuk e njohën zgjedhjet e 11 majit apo jo. Ishte iniciative e Edi Ramës, Komisioni i Reformës Zgjedhore dhe ai i Reformës Territoriale, dy iniciativat e Edi Ramës dhe këta i shkojnë nga pas për reformën kushtetuese. Ishte Edi Rama që tha duam të ndryshojmë kushtetutën. E dim të gjithë, e kuptojmë të gjithë se pse do ta ndryshoj kushtetutën, se mendoni ju se do të vul numrin e deputetëve. Jo. Duke futur duart në kushtetutë. Për këtë shkak, sigurisht do të zgjaste takulat atje ku ka problemin, ke drejtësia. Dhe zëri i parë që i doli në mbështetje ishte personazhi në krahun tuaj. Kështu që nuk është opozit në opinionin tim. Shumë të rënda këto akuza dhe sigurisht që nuk do donim t'i dëgjonim, po urojmë që mos ketë shumë të vërteta brenda këtyre. Gjithsesi. Koha më ka dhënë të vërtetë. Pa diskutim, ju jeni njohur si mirë i ligjit dhe të këtyre çështjeve, po edhe i politikës dhe i Partisë Demokratike. Megjithatë, kjo nuk ndalon që të bëni një koment për atë çka po ndodh në Partinë Socialiste. Zoti Braça, një emër shumë i vjetër, me një peshë shumë të madhe, qëndrimi i tij ka qenë hera herës kritik ndaj majorancës. Po nëse e kujtojmë, nuk ka patur edhe një qëndrim të zotit Rama pas kritikave të zotit Braça, dhe kjo mund të na lë të kuptojmë shumë. Gjithsesi, zoti Braça i qartë, yes, unë do të garoj për në zgjedhjet lokale për Tiranën. Si e sheh këtë qëndrim të fundit të tij? Ishte i bindur, unë nuk jam tallur kurrë me elektoratin tim dhe këtë herë nuk do të tallem as këtë herë, madje e kam shumë seriozisht. Është zoti Braça një emër që do të fraksionojë Partinë Socialiste sot, sikundër po ndodh në Partinë Demokratike? Nuk e parashikojmë do të ardhmen. Nëse se garon gjithmonë, ne, siç thash edhe më parë, analizojmë atë se çfarë ka ndodhur deri më tani. Se çdo të ndodh më vonë, kjo pastaj është një çështje që ditët në vijim do të na japin të drejtë ose do të na përgënjeshtrojnë. Por në fakt ka një vlerë të madhe. Lutem zotin Braça në led jo Partinë Demokratike. Ka një vlerë të madhe ajo se çfarë publikisht ka thënë Erion Braça, me të drejtën. Në parantezë më duhet të them diçka. Erion Braça është nga të paktët çfarë ka mbetur në Partinë Socialiste, nga të paktët socialistë të një brezi shumë kohë më parë. Të brezit, po themi, që të kohës Fatos Nanës. Dakor? Nga të paktët. Ka ditur, me thënë të drejtën, ka ditur që të kuroj figurën e vetë, jo si një ushtar rreshti në Partinë Socialiste të Edi Ramës. Nga ana tjetër, pranojmë faktin tjetër që liderët autokrat, Rama, Berisha, këta e kanë, si të thuash, bazojnë sjelljen e tyre tek fakti që
Këta flasin, të tjerët dëgjojnë. Këta urdhrojnë, të tjerët binden. Kthyer tashmë tek Partia Socialiste, është sigurisht interesante fakti që Erion Baçe shprehu publikisht i pari, pra para se Rama të shprehej, një ambicje, madje publikisht ta që do të shkojë deri në fund. Po kjo foto, për shembull, ky qëndrim i ndjes zoti Ali Beaj, ju thot diçka? E pra, me këtë do ta lidhja. Me sa duket që Edi Rama duhet besoj unë vazhdon që të jetë lexojmë ne se këta nuk flasin, kështu që po interpretojmë. Sigurisht se kështu asnjëherë politika nuk e qenë transparente, sigurisht nga shenja do të fillosh të kuptosh edhe realitetin. Në këtë foto duket fare qartë fakti që Edi Rama ka piketuar që nga nëntori i vitit kaluar, atëherë kur mund të bëheshin zgjedhjet në Tiranë, ka piketuar zonjën Maneseliu. Dhe me sa duket vazhdon. Kërkon gjithmonë njerëz të bindur, kërkon gjithmonë ushtar. Mos harrojmë faktin tjetër që në krye të bashkisë, figura që është në krye të bashkisë për shkak të dimensionit matrika të bashkisë dhe pushtetit dhe interesave që menaxhon e rrit individin që është në krye, e rrit politikisht, madje vendos atë edhe në sytë e publikut si numri 2, ai pasardhësi që do të mësojnë numri 1. Fakti që Braçe ka dalë tregon që po prishet, të paktën deri tani po prishet një rregull shumë fort i injektuar nga Edi Rama, ai që u thash pak më parë, që Rama flet, të tjerët dëgjojnë, Rama urdhron, të tjerët nënshtrohen, dhe nuk do ta thosha rebelizëm, ky rebelizëm, ky qëndrim. Kjo varet nga disa faktorë. E para se sa seriozisht Erion Braçe e ka thënë atë që ka thënë edhe pse ne për seriozisht e kemi marrë gjithmonë zotin Braçe. Absolutisht po, nuk jam duke unë gjithmonë flas për ta. Dhe deklaratat e tij kanë qenë kritike dhe serioze gjithmonë. Dhe së dyti më duhet të them një gjë tjetër. A është thjesht dhe vetëm kjo një ambicie personale apo dhe konsultuar me grupime të tjera brenda Partisë Socialiste? Kjo do ta përkeqësonte situatën brenda Partisë Socialiste nëse do të ishte kështu? Nëse do të ishte kështu, atëherë duhet të bëhemi gati të shohim faktin që edhe brenda Partisë Socialiste, si dhe Partia Demokratike, tashmë po fillon të koracohet, të krijohet, të konstituohet një lloj jo grupimi, po një lloj rrymë, një lloj lëvizje, e cila arrin të kuptoj faktin që mënyra e qeverisjes së Ramës, problemet e mëdha me drejtsinë, problemet e mëdha me ndërkombëtarët, sidomos kohët e fundit, problemet e mëdha me procesin e integrimit që është në prerë, kanë filluar të kuptojnë që edhe ky është fundi i një lloj qeverisje autokratike si ajo të Ramës. E për këtë arsye, nëse është kështu, do të thotë që kanë gjetur një personazh që të socialistët me shumë ngjas është i pranueshëm, si zoti Braçe, që ditë ju flas edhe socialistëve të vjetër, po ndoshta edhe këtyre të rinjve, që ka një kapital të vetin politik, ta pranojmë këtë, punëtor politik, të u them dhe unë, sepse dikur kemi qenë kundërshtar në qarkun e Fierit, e pranoj këtë që është punëtor i vjetër politik, sistematik, dhe nëse doni të shtojmë dhe një argument fundit të kjo pjesë. Po, shkurt që të bëjmë një pyetje të fundit për ta përmbyllur. Të shtojmë këtu dhe atë se çfarë i ka ndodhur me zonjën Spiropali. Pra shifni që edhe brenda bunkerit hermetik të Partisë Socialiste kanë filluar plasaritjet e para. Pra nuk e shenjë stisje këtë replikën edhe qëndrimin e zonjës Spiropali kundër Partisë Socialiste? Jo, nuk më rezulton. Se shumë e kanë komentuar që mund të jetë diçka e stisur dhe nuk ka. Nuk më rezulton se nuk ka mundësi që një ministër kushdo të vendoset dhe të hiqet brenda 6 muajve. Për 6 muaj nuk arrin dot as të ngrohtë karrierën e vet, as prezantohet, e jo më. Kjo pastaj është një tallje. Nëse zonja Spiropali është nga ato të cilat nuk ka as pak respekt për veten apo për karrierën e vet brenda Partisë Socialiste, kjo është tjetër pjesë, po nuk e njoh për të tillë, kështu që kam përshtypjen që nga këto plasaritjet e vogla fillon edhe krijohet një ortek i madh. Kam një pyetje të fundit shkurtimisht, të lutem, zoti Ali Beaj. Për zotin Braçe kam referuar qëndrimeve të tij kritike në raport me maxhorancën. Dalja në listë të hapur teksa u njoh me elektoratin e tij dhe fitoi bindshëm.
Dhe të gjitha qëndrimet e ndërmarra së fundmi, edhe kjo kërkesa e bërë publike për të marrë pjesë në zgjedhje për të garuar për zgjedhjet lokale. E ka fuqinë zoti Braçe të mund të marrë pas vetes emrat të vjetër të Partisë Socialiste dhe për të krijuar ose për të garuar drejt për drejt zotin Rama, asnjë rilindjes tjetër. Pra kemi përballë një rilindje përballë Partisë Socialiste të vjetër, e keni parë kështu, e përktheni kështu? Më duket edhe mua që është po e njëjta ndarje. Ajo ndarje, po themi partia e vjetër socialiste klasik me ata përfaqësues të vjetër që kanë përjetuar ulje dhe ngritje, po themi në rreth 20 vite. Në këto 10 vjeçare e fundit, po them, si thua është eklipsuar totalisht nga ajo që quhet rilindje. Pra, njerëz pa ndonjë nervi të qartë socialist, por të katapultuar dhe të ngritur në pjedestal prej pushtetit nga Edi Rama. Dhe me sa duket edhe aty ka një lloj përplasje që ende është gjallë midis këtyre dy rrymave që janë edhe ideologjike, po të doni ju. Ideologjike, të interesave, miqësore tek e fundit. Dhe kam përshtypjen, se jo më kohë të thash që Erion Braçe është i vetmi nga ata të cilët kanë mbetur nga garda e vjetër e dikushme që quhej Partisë Socialiste, dhe që nuk ka pasur në fillim ndonjë lidhje të fortë me rilindjen apo me ndryshimin e se ka gjetur vetëm. Kështu që kam përshtypjen që po, në këtë rast, besoj që ka të gjitha kapacitetet dhe karakteristikat për të qenë një pikë për të mbështjellë rreth vetes të gjitha të garë të vjetër, atë forcë, në fakt është forcë e Partisë Socialiste, aty qëndron forca reale e Partisë Socialiste, me individ që kanë kontribute, që kanë eshtër politike. Dhe nëse ndodh që do të koagulohen rreth kësaj lëvizje, kam përshtypjen që po mund ta kondicionojnë fort Edi Ramën. Mirë.